të bëjmë me marshën e organizuar me më të ndrejtësi jo politike, organizuar nga platforma Liria ka emër, dhe në formë reagime apo në qendër ka reagime ndaj procesit gjyqësor që po ndodh në Hagë. Ne për këtë tutje do të diskutojmë në këta minuta bashkë me zotrin Hysni Gucatin, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urime pavarësia në këto rrethana, urime 18 vjetori pavarësisë së Kosovës. Sot ju për ndryshë në qoftë se ka me drejt jeni në Hagë, apo jo? Famë shumë për urimin, po, se vërtet unë në Hagë, po unë dosta spari t'ja uroj familjet dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve dhe gjithë qytetarët Kosovës, pavarësinë e shtetit Kosovës, një pavarësi e cila para 18 vitesh pollë nga njeriu i cili sot gjendet pa drejtësisht përpa grilave të Hagës. Urime edhe njerë pavarësia në këtë gjendje çfarë jemi dhe në këtë momente çfarë jemi ne, jemi në ditë gëzimi, po edhe kemi emocione të mëdha. Kështu që famë shumë urime gjithë juve që jeni në Kosovë pavarësia. Faleminderit shumë. Ju që shpo ndiheni sot në këtë ditë, edhe po ashtu në të njëjtën kohë duke mbajtur një proces gjyqësor atje, por në anën tjetër edhe në Kosovë ku do të zhvillohet marsha apo protesta paqësore? Rahat më nuk po ndihem shumë mirë për arsye se ne kemi shokët tonë apo ish president dhe kadrive shtetit dhe generalin në gjithë jemi prapa grillave, po do të them njerëzit të cilët luftuan shumë, bënën shumë, e udhëheqën në Rambujen, dhe në fund të shpallën e pavarësinë e shtetit dhe sot ata gjinen pa drejtësisht prapa grillave. Dhe kemi emocionet përzime, edhe gëzimi, po edhe kemi emocionet e idhërimit, për arsye se edhe juve t'jeni në ngjarje që është të bëni një proces që 5 vite, një proces që s'ka ndodhur në historinë botërore që gjatë, ka shumë 5 vite, pa drejtësisht mbahen ata prapa grillave. Sa i përket protestës, sot unë e di që kjo do të sot është shajt për gjithë shqiptarët, 17 shkurtit, dita e pavarësisë Kosovës, po pikërisht që do të protestojmë sot nesër, shoqata të dalën nga lufta dhe Liria ka emën, edhe gjithë qytetarët shqiptarë do të protestojnë, ta ngrisin zërin edhe një herë kundër padrejtësie. Dhe është një datë, ndoshta më të them, nuk është dashur të jemi 17, po që duhet bëhen edhe gëzime të protestojnë për arsye se njerëzit protagonistët kryesorë të cilët ishin në luftë dhe në shtetin e lirë, sot nuk janë me neve. Dhe ju edhe nga atje keni bërë thirrje që qytetarët e tjerë të bashkohen dhe të jenë pjesë e kësaj proteste? Patyshim, unë kam bërë thirrje edhe dje, edhe pardje, edhe para një javë dhe gjithë. Nëse shoqata është rrallë që ne nuk jemi në këshillin organizativ, po ne jemi mbështetje të platforma Liria ka, ne mbështesim me çdo mundësi që kemi. Unë kam bërë thirrje dhe sot bëj thirrje prapë. I ftoj gjithë qytetarët shqiptarë që të jenë në protestën paqësore në Prishtinë në ora 14 pranë sheshit Skënderbeu. Protestojmë mënyrë më të mirë të tregojmë botës së re, dimë të protestojmë, jemi të qetë, dimë të festojmë. Po ne sot e ngrisim zërin duke po gjitha këto padrejtësi që prokuroria ju edhe vetë keni po dhe keni dëgjuar që lyp 45 vite burg vetëm për njerin, 180 vite burg për gjithë. Dhe ky është merri i kësaj prokurorie apo më të them marrja e kësaj prokurorie shekullit 21 që ka ndodhur të ditët e fundit në këtë gjykatë speciale në Hagë. Pra jo po e shihni si një gjykim të padrejtë. Real po të thonë për shoni që këmë pa drejt duke parë akta akuzat, duke parë pikat të cone që ka ngrit ju jeni të shqiptarë. Prokuria më nuk mund të fletë asgjë për luftë, po fletëm qysha shëmë thonë që ka marrë në ndërkombëtarët, qysha shëmë thonë që është taku me Adem Jasharin apo me bashkëfytetarët e vetë, apo si Jakup apo Regja apo Kadria, dhe kjo gjykatë, unë djeve sa ishtë atë në seancë, thotë se këta s'kam pas shtetë dhe nuk kam pas drejt me liftu dhe kjo ka ndodhur dje nga prokurori, po kjo është merri që ka dëgjon ato vetëm serbisht nuk flitet. Po është merë, po kjo gjykatë i ka knosh epshet e Serbisë dhe epshet e disa shqiptarëve shqiptojnë të cilët mendojnë që do të kthehet Serbia në Kosovë. Aja punë ka marrë fund. Serbia një herë për gjithmonë një largu nga Kosova. Forcat paramilitare çetnike serbe apo ardhit çetnike serbe një largu nga Kosova një herë për gjithmonë. Në Kosovë nuk do të ketë koma e çizmës ushtarake serbe. Do të ketë koma ushtarake ushtrisë tonë FSK-s. E të mbi gjakun e dëshmorëve dhe mbi gjakun invalidëve dhe ndjesën e mundin e veteranëve dhe qytetarëve të Kosovës. Po, me qënë se ju po i përmendni këtu që shi bën të ndiheni apo si i komentoni që në këto akuza ka të bëj akuzon për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit? Unë nuk e di krim lufte nëse e ke jap dikujt në shoklak apo nëse ka një krim lufte. Krimi lufte ka bëu vetëm një njeri në Kosovë, ai dihet, është ka emër dhe me emër, është Miloševići,
krye me armatën e tij çetnik edhe në krye me ushtarët e tij të cilët paramilitarët kanë bërë krime. Kosovën bën mbi 460 masakra, mbi 13.500 qytetarë të vrarë, 1.324 fëmijë të vrarë, mbi 20 nëna tona, motra apo gratë tona ndënuar nga forcat policore çetnike serbe, nuk e di kush ka bërë krim. Ju e dini rezoluta e fundit nga Parlamenti zvicran, ku kemi dorëzuar dje bashkë me një veprimtar tonin, Sali Bislimi, ku 30 deputet zvicranë shkruajnë dhe kërkojnë nga kjo gjykatë. Drejtësi dhe barazi, asgjë më shumë s'kërkojmë, as nas po kërkojnë më shumë. Vetëm drejtësi dhe barazi. Drejtësi do të thotë drejtësi për këta shok tonë që mbur, barazi ku gjykata duhet jetë e barabartë për gjithë ata qytetarë që jetojnë atë shtet, si për shqiptar, si për serbë rom apo turq krejt. E kjo gjykatë nuk është e barabartë. Serbët i ka fal apo ka bë amnistin, e neve na ka marrë në përbuxhe duke na me gënjeshtra, me akuzat fabrikume me njerëz filtrume, edhe sot mundohet ta ngrit një akt akuzë apo mundohet t'i dënon krerët e ushtrisë qendrore të Kosovës me njerëz të cilët s'kan fare të bëjnë me luftën as me krimin. Zotri Gucati, me qënë se ju keni bërë thirrje që edhe të tjerë të marrin pjesë dhe patjetër edhe jeni një pikë referente për edhe saj përket marshit, por edhe zhvillimeve të tjera cilat mund të bën saj përket UÇK-s. Qysh është mendu të organizohet në fakt kjo që a do të ketë transport për shembull edhe për të tjerë të cilët do të vinë në protestë në Prishtinë dhe a keni pas kontakte edhe me njerëzit e tjerë pavarësisht që ju ndodheni larg Prishtinës? Është vërtet transporti të jetë falas për gjithë territorit shqiptar, edhe nga Shqipëria, edhe nga Maqedonia, edhe nga Kosova, këtu mbrapa nëpër qytetet tona. Është dalë orari nëpër Facebook, mundi me pa nëpër rrjetet sociale orari nëpër komunën në ora sot do të nisin autobusët prej Dranoci në orën 11, prej Maliqeve në 11:30, prej Peje në ora 10, s'ka bëj kështu, gjitha oraret prej Deçani bashkë në ora 10, gjitha oraret i ndalë autobuset, janë dikun ka 9 autobuse, 10 autobuse siguruar nga gjitha komunat tona të Kosovës që rrinë me kohën e Prishtinë. Orari është shumë i mirë, çdo qytetari, unë duhet ta bëj në çdo komunë të Kosovës, po sidomos për Pajim Ramën i cili prap ka shpreh gatishmëri që gjithë qytetarët e Kosovës sot transporti publik jetë falas për gjithë qytetarët e Kosovës brenda territorit të komunës Prishtinë duke ditë Lipjan edhe fush Kosovë dhe Bileq edhe Prishtinë. Kështu që kanë gjithë falas dhe gjithë kanë mundësi që të vinë në Prishtinë. Në bazë informacionit sot do të vinë edhe nga Tirana studentët mirë të organizuar që dua t'i falenderoj studentët e Universitetit të Tiranës, sidomos ata të fakultetit të drejtësisë, të cilët do të vinë mirë të organizuar sot në Prishtinë. Po ata janë balla sot do të mrinë organizatorët e veteranëve, ashtu kam informacionin, kam biseduar me ata, ku do ta pret Gazmend Sylla ata janë balla me ekipin e tij dhe prom kam biseduar me disa deputet kanë mrinë në Prishtinë, gjithë në hotele të cilët kanë bujt prom në Prishtinë, kanë biseduar me 2-13 pyetje që kanë mrinë në Prishtinë, deputet grupit parlamentar të Partisë Socialiste, po deputet të ndryshëm, sidomos edhe deputet nga Maqedonia, shqiptar, edhe nga Prisheva. Si e mendoni imazhin ndërkombëtar të Kosovës, do thot pas kësaj protesta, do të ketë një imazh të ri apo do të forcohet ky imazh i Kosovës? Unë besoj se imazhi i Kosovës do të forcohet, sa ndërkombëtarët e ata janë njerëz, e ata janë njerëz që rrjedhin për qytete të veta apo për shtete të veta dhe vinë për kombeve të ndryshme. Edhe ata dinë kur një komb është unifikues, është bashkues, gjithmonë do të ketë imazhe më të mirë. Dhe ne sot jemi unifikues dhe bashkues. Thamë këtë për kuptimin e fjalës kur vinë gjithë ata qytetarë nga trojet e ndryshme shqiptare dhe sidomos elita politike shqiptare, kur është edhe Rama dhe presidenti i Shqipërisë, Ali Ahmeti edhe të tjerë që janë sot, do të thotë kjo është një imazh shumë mirë, do të jetë se nuk do të jetë imazh për ne nuk tentojmë ta përçojmë askën. Ne tentojmë të bashkohemi, një herë për gjithmonë të dërgojmë njerëzve apo qytetarë të ndryshëm që shqiptarë dinë bashkohen dhe dinë në momentet e caktuara të jenë më bashkë, kështu që mund të jetë shumë më i fortë tash se ne jemi të bashkuar dhe do të jemi të bashkuar gjithmonë në situata kritike kur tash ne jemi në një situatë shumë të keqe, duke i ditur se atje po gjykohen krerët e shtetit. Atje nuk po gjykohet as Shëndroqi, as Baci Jakub, as Kadri Veseli, po as Recep Selimi, po gjykohen njerëzit e shtetit dhe po gjykohet lufta e ushtrisë qendrore të Kosovës, prokurorët, as janë poshtë dhe naiv, të cilët në dje gjyqtare ju thot, lidhën e krimin nëse do me lidh me krim të organizuar, ju vetëm në mënyrë individuale, ata vetëm nuk po dinë ta lidhin një krim me mënyrën se çfarë do ta lidhin. A mënyrë të organizuar apo në mënyrë të individuale, kështu që ata kanë dhënë lejthitje të vetë prokurorët me gënjeshtrat e veta të cilët mund
spifin diçka që s'ka ndodhur deri më sot në gjykata të ndryshme. Dhe për fund, zotëri Gucati, nëse mundeni me na tregu çka prisni nga ky marsh? Prisni që të ketë një reagim institucional, një sensibilizim ndërkombëtar? Unë besoj se nga ky marsh presim më pore që ne jemi shumë njerëz ato, shumë qytetarë, të tregojmë se jemi dhe kemi qenë gjithmonë në ushtrinë qendrore të Kosovës, në ushtria qendrore të Kosovës ka dinë nga populli, nga xhiri i popullit, nuk ka dinë nga qielli as nga toka që s'ka bin, por ka dinë nga populli. Dhe ne presim që ndërkombëtarët ta ngrisin zërin, më shumë veç kanë filluar disa ndërkombëtarë ta ngrisin zërin kundër kësaj padrejtësie, po shumë pakush, ne duhet ende më shumë. Po edhe nga institucionet tona të vendit tonë kërkojmë se më shumë ta ngrisin zërin. Ja sot diakor, mu vjen keq pse Lidha Demokratike nuk e votoi rezolutën, unë nda nga kolegët e tyre vjen shumë keq, ata në këto momente do të jenë bashkë dhe ta votojnë rezolutën ashtu siç e votuan të gjithë deputetët e tjerë, do të ata ta votojnë, po vjen keq fytyrën pse ndan këto momente kritike për vendin dhe kjo është për popullin, është për njerëzit të cilët po bëhen padrejt, nuk është për Isim Gucatin as për një njeri të caktuar me emrin veçantë. Kështu që unë shpresoj se imazhi të ngritet shumë, se ne jemi të bashkuar, kemi ditë bashkohemi edhe ku kemi qenë shumë kritik dhe tash besoj që sot do të jetë një imazh shumë i mirë, imazhi jonë është masa e qytetarëve, masa e intelektualëve të cilët do të vinë ato, se vetë ku dalin intelektualët dhe politikanët ato, edhe ndërkombëtarët do të thonë vetë ne do të ulim bisedojmë se ta njerëz kanë një hall. Dhe pritet që të ketë një pjesëmarrje të madhe të njerëzve, apo jo? Edhe bazë të deklaratave që kanë bërë edhe nga Liria ka emër. Besoj do të kalon numrin mbi 100.000, jam i bindur që do të kalon numrin mbi 100.000, se angazhimi shumë i madh është nga qytetarët, nga shoqëria civile, nga vetë ju mediat që keni punuar shumë, që 6 protesta ju jeni pa ndalë, na keni përcjellë rresht dhe na keni ndihmuar ju mediat e Kosovës dhe mediat e Shqipërisë, që do të përgëzoj juve media shumë. Kam thonë edhe përpara sot mediat e kanë derën e hapur në organizatat veteranëve, pa termin s'ka nevojë me thirrje telefon kur ti keni mundësi të jeni të hapur. Kështu që prandaj gjitha media do të jetë shumë një mos e madhe, shpresoj të jetë një mos e madhe dhe besoj se sot ne do ta kallëzojmë veten tamam si shqiptar. Po, zotëri Gucati, faleminderit shumë për kohën dhe faleminderit që u bët pjesë e këtij edicioni special për 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Kënaqësi edhe po ashtu faleminderit shumë për informatat të cilat i ndohat me ne. Faleminderit juve edhe një urime gjithë qytetarëve shqiptar e pavarësisë. Dhosh Zoti se pavarësinë vitin arshëm ta presim bashkë me krerët e ushtrisë të Kosovës, mas pore në familjen e tyre, në xhirin e shoqërisë dhe në xhirin e kombit vetë, kështu që faleminderit shumë, respekt, urime pafund. Më vjen keq që sot jam atje, në ndi pak mungesën time, kam zemrën e thyme, unë jam këtu për momentin që edhe nesër është dita e fundit, që do t'i ndëgjoj nesër Bacin Jakub Hashimin, Kadri dhe Rexhen, fjala përfundimtare tyre që do t'jem në sallë nesër dhe do t'i ndëgjoj edhe ata. Kështu që me ke qartë që si ma tje, po si do këtë janë shokët e mi, janë 2 nënkrytarët, o Xhaveti Ashari, Vali Shura dhe gjithë veteranët, invalidët dhe fëmijët e shmorë do dalin sot për te pa dallim gjithë. Faleminderit shumë, urime edhe njerë dita e pavarësisë Kosovës. Faleminderit edhe nga ju, kënaqësi dhe shumë suksese, ndërsa ne tutje do të kalojmë nga kjo bisedë, pastaj do të kalojmë edhe në biseda dhe në informata tjera cilat do t'i ndajmë edhe përmes paraqitjeve direkte, po ashtu edhe nga Erza dhe jo vetëm nga Prishtina, sepse do të lidhemi edhe me fationën e cila ndodhet në Prekaz. Edhe atje do të zhvillohen omazhe, po patjetër e dim që në këtë vend historik, patjetër që ka edhe qytetarë të tjerë të cilët shkojnë, flasin për historinë dhe për lirinë e vendit patjetër. Ne kthehemi përsëri në studio pas një bloku të shkurtër të marketingut.